Rreth 300.000 banor të Tiranës pritet të marrin standardet më të mira sa i takon shërbimit mjekësor në godinën e rikonstruktuar të poliklinikës së specialiteteve numër 1. Ka qenë një investim për 76 milion lekësh i Ministrisë së Shëndetësisë, me të cilin u bë mundur zgjerimi i hapësirave ekzistuese, rikonstruksioni mjediseve si dhe vendosja e pajisjeve të reja mjekësore për të 18 shërbimet e specializuara që ofron poliklinika. Ambientet e reja u vizituan nga kryeministri Rama, i shoqëruar nga ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj. Tirana ka patur vetëm një ekozemër deri para pak muajsh dhe ndiheshin vërtet keq kur pacientëve ju referonin një ekzaminim bazë për cilin duhet të mbanin radhë me muaj të tërë. Shumë mirë se jush për këtë dhuratë që na bëhet për këtë spital. Është rregulluar shumë. Pjesë e programit që kishim ne për të kompletuar të gjithë vendin me shërbim sa më të mirë të kardiologjisë. Domethënë hapëm 11 kabinete në spitalet rajonale që nuk ishin, po në Tiranë i hapëm edhe në poliklinikat e specialiteteve në mënyrë që njerëzit ju bëjmë ofrim shërbim sa më të shpejtë, sa më të afërt. Ta shkarkojmë QSU tonë dhe aty të merren me raste me vërtet të komplikuara që duhet bëjë një spital terciar. Filloi investimi, mbyll totalisht diagnostikimin paraspitalor, që dikur ishte ëndër domethënë. Ne përballemi me një inerci të jashtëzakonshme, rrënimi e shkatrimit dhe të perceptimit njerëzve, të besimit njerëzve. Por jemi krenar sepse ke shëndetësia kemi bërë investime si asnjëherë më parë. Nëse në krahasimin fonde me fonde diferenca nuk është shumë e madhe me të kaluar, ajo që është e rëndësishme është që ne kemi programuar shumë mirë, kemi zbatuar shumë mirë. Poliklinika numër 1 është një pikë e rëndësishme në zinxhirin e kujdesit shëndetësor parësor. Janë 10 qendra shëndetësore që referojnë pacient në të, e cila me 18 specialitetet e saj ka realizuar 256.000 vizita gjatë vitit 2015.